gjithve, si fillim çifti trashëgohet dhe me të lumtur dhe Azaleu bëfshi 100 vjeç. Sot kemi një surprizë pak ndryshe, pasi ne në përdasma jemi mësuar që vijnë vetëm për çiftet. Po sot ka edhe një person tjetër ditëlindje këtu përveç se Azaleas. Ku e kemi Halla Gjinovefën? Ha? Halla Gjinovefën. Ja, një sekundë di këtu. Të di këtu, dire, të çiftit. Hajde Halla. Si jeni? Qindra vite. Shkojmë po këtë të çifti. Shkojmë të çifti atje. Kaq të urtë më, për një duar trokitje për Hallën. Esi. Halla, kemi edhe një letër, edhe më pas do t'i fërshirë, okej? Për Hallën time më të mirë. E mira jon Hallë. Sot është një ditë shumë e veçantë, sepse ti feston ditëlindjen dhe vogëlushja ime 1 vjetorin e saj. Gjithmonë kam menduar se nuk është rastësi që ajo që erdhi në jetë pikërisht në të njëjtën ditë me ty, ndoshta ishte mënyra më e bukur që jeta të lidhte edhe më shumë, 2 njerëz që unë dua shumë. Si mami e saj, do të doja që një ditë ajo të kishte diçka nga ti. Zemrën e mirë, dashurinë, buzëqeshjen dhe ngrohtësinë që të bëjnë kaq të veçantë. Faleminderit që je gjithmonë pranë nesh, që na do dhe që je pjesë e momenteve tona më të bukura. Jemi vërtet me fat që të kemi në jetën tonë. Dhe sot dua të them edhe diçka për ty dhe babin tim. Lidhja juaj si vëlla e motër është e veçantë dhe plot me dashuri. Ju të dy keni lënë nga një pjesë të bukur tek unë. Nga babi ka marrë zemrën dhe mënyrën se si duan njerëzit. Ndërsa nga ti ka marrë ngrohtësinë, mirësinë dhe dashurinë për njerëzit. Uroj që të jeni gjithmonë pranë njëri tjetrit dhe të keni dhe shumë vite të bukura për të ndarë së bashku. Gëzuar ditëlindjen Halla, të duam shumë, me shumë dashuri, vëllai yt, besa jote Vanesa dhe Kemi. Qindra vite të lumtura, tani do të doja të bashkonim të gjithë zërat për t'ia uruar Hallës shumë urime. Ja hapemi pak, ju lutem që t'ja vendojmë Hallës që të duket Halla. Jemi gati të gjithë një zëri?